بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Vëllezër të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahun subhanahu wa ta'ala e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë dhe paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik dhe mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, padyshim se sonte jemi takuar për me mësu së bashku çështje të fesë të rëndësishme dhe padyshim se kërkimi i diturisë e ka vlerën shumë të madhe, bile kanë thonë dietarët se ka përparësi ndaj ibadeteve që janë nafile. Kështu do fillojmë sonte me lejen Allahut Azza wa Jall me parathënien për mësimin e thulathiyat të Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dhe para se të fillojmë me thulathiyatet të Imam al-Bukharit rahimahullahu ta'ala, dëshirojmë të flasim për disa çështje që kanë të bëjnë me autorin dhe me librin, edhe me temën gjithashtu. Sa i përket autorit, ai është dietari Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Dhe të flasim për biografinë e tij. Për arsye se nuk mund ta njohim vlerën e një dietari dhe vlerën e diturisë së tij përderisa nuk e njohim biografinë e tij. Për këtë arsye dietarët i kanë dhënë rëndësi të madhe shkrimin dhe njohjen dhe përhapjen e biografive të dietarëve të selefit. Gjithashtu të flasim për librin e tij, i cili është Sahih al-Bukhari, për arsye se ky është libri më i saktë që një njeri e ka shkruar me dorën e vet. Edhe për arsye se thulathiyatet, të cilët do t'i mësojmë së bashku inshallah taala, janë pjesë nga Sahihu i Imam Bukhariut rahimahullahu taala. Pastaj gjithashtu dëshirojmë të flasim për çështjen e al-isnad, që është zinxhiri i transmetimit të hadithit. Për arsye se kjo që të mësojmë ka të bëjë me zinxhirin e hadithit, dhe se ky umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo fe është veçuar me al-isnad, me zinxhirin e hadithit. E gjithashtu el-ulu, që do të thotë që zinxhiri i hadithit të ketë pak persona mrenda në vargun e zinxhirit. Edhe më në fund për thulathiyatet, se çka do të thotë thulathiyat dhe çka është thulathiyat tek Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Patjetër se duhet me fol për këta tema që i përmenda para se të fillojmë me shpjegimin dhe mësimin e thulathiyatet të Imam el-Bukharit rahimahullahu ta'ala. Sa i përket të emrit të tij dhe prejardhjes së tij, ai është prijesi i besimtarëve në hadith. Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Dhe al-Mughira ibn Bardizbah, që është gjyshi i babës së Imam al-Bukharit rahimahullah,
ai është bërë musliman dërmjet el-Yaman el-Ju'fi. Dhe për këtë arsye e kanë marrë emrin e tij el-Ju'fi maulahum. Do të thonë nuk janë vetë nga prejardhja el-Ju'fi, po e kanë marrë këtë emër prej el-Wala. Dërsa baba Imam el-Bukharit rahimahullahu ta'ala, ai ka qenë njëri prej dietarëve dhe ka qenë njëri shumë i devotshëm. Bile Imam el-Bukhari rahimahullah e ka përmend biografinë e babës së vet në librin e tij at-Tarikh el-Kabir. Gjithashtu e ka përmend Ibn Hibban rahimahullah në librin Al-Thiqat. Dhe Imam el-Bukhari rahimahullah ka lindur mas namazit të xumas në datën 13 Shawwal të vitit 194 mas hijretit. Dhe ai ka lindur në qytetin Bukhara, në rajonin e Khurasan. Sa i përket të rinisë së tij, Imam el-Bukhari rahimahullah është rrit në një shtëpi të dijes dhe të devotshmërisë. Dhe baba i vet ka vdek kur ka qenë Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala i vogël. Për këtë arsye, ai është rrit nën kujdesjen e nonës së vet, e cila ka qenë e devotshme dhe është kujdesur për edukimin e Imam el-Bukharit rahimahullahu ta'ala. Dhe prej se ka qenë i vogël Imam el-Bukhari rahimahullah, ai ka shku në mekteb. Aty ka mësu aty e ka memorizu, e ka mësu të gjithë Kur'anin përmend, edhe gjithashtu librat të njohura në atë kohë, Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala i ka mësu ata përmend. Dhe kur ka arrit moshën 10 vjeçar, ka fillu me mësu hadithet përmend. Dhe kështu ka vazhdu duke marrë pjesë në takimet dhe mexhliset e diturisë. Ma vonë, Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka dal bashkë me nonën e vet dhe me vllaun e vet Ahmed për të kryer haxhin. Dhe masi e kanë kryer haxhin, nona e vet dhe vllai i vet janë kthy në Bukhara, ndërsa Imam el-Bukhari rahimahullah ka qëndruar në Mekë dhe në Medinë, ku ka vazhdu kërkimin e diturisë. Imam el-Bukhari rahimahullah, siç kanë transmetuar prej tij, ka thonë mu frymëzua memorizimi i haditheve, ndërsa isha ende në mekteb. Dhe e pyetën se sa vjeçar o kon atëherë, dhe ka thonë 10 vjeç ose edhe më pak. Pastaj ka thonë, kur arrita moshën 16 vjeçar, i kisha mësuar përmend librat e Ibnul Mubarak edhe Waki' dhe i njihja fjalët e këtyre njerëzve. Do me thonë, e ka për qëllim ashab e raj, njerëzit e mendimeve. Dhe gjithashtu ka thonë, pastaj dola me nënën dhe vllajin tim për në haxh. Kur arrita moshën 18 vjeçar, shkrova librin mbi çështjet dhe gjykimet e sahabëve dhe tabinëve. Pastaj shkrova librin e Tarikh në Medinë, pranë varrit të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe e shkruaja atë gjatë natëve me hënë. Dhe ka thonë gjithashtu, dhe kam përmendur pothuajse asnjë emër në Tarikh, veç se kam pasur një histori rreth tij, por nuk desha që libri të zgjatet shumë. Sa i përket të cilësive të tij, ai e ka pas trupin të dobët dhe nuk ka qenë shumë i gjatë, pa as shumë i shkurtër. Dhe në fëmijëri e kishte hupur shikimin e tij, po nga duat e shumta që ka bënë në vet, Allahu Azza wa Jall ja ka kthyer atij shikimin. Pastaj asketizmi dhe devotshmëria e Imam el-Bukharit rahimahullahu ta'ala. Ka thonë Salim ibn Mujahid,
për 60 vite nuk kam parë me sytë e mi njeri më faqih, më të devotshëm dhe më zahid, më asket ndaj dynjas se sa Muhammed ibn Ismail. Dhe Imam al-Bukhari rahimahullah gjithashtu është njohur se e ka ruajtur shumë gjuhën e tij dhe nuk ka përdor vetëm se fjalë të pastra. Dhe për këtë arsye ka thonë, shpresoj tek Allahu, shpresoj ta takoj Allahun pa më marrë në llogari se kam përgujuar ndonjëherë dikë. Do të thonë, asnjëherë nuk ka bo ghibe ndaj dikujt. Aqidja e Imam Bukharit rahimahullahu ta'ala ka qenë aqidja e dietarëve të hadithit. Dhe ajo që tregon se ai ka qenë në aqiden e selefit të saktë është fjala e tij, që tregon se ai nuk ka marrë dituri prej njerëzve të bidatit. Ashtu siç ka thonë, kam shkruar hadithe nga më shumë se 1000 dietar. Dhe nuk kam shkruar përveç se nga ai që thoshte imani është fjalë dhe vepër, ndërsa nuk kam shkruar nga ai që thoshte imani është vetëm fjalë. Gjithashtu, shpjegimet e tij dhe argumentimet e tij në Sahihun e tij tregojnë se ai ka qëndruar mbi aqiden e saktë. Ashtu ka shkruar kaptina në Sahihun e tij që kanë të bëjnë me imanin, me tauhidin dhe kaderin, si ashtu kanë nxitur përkapjen mas Kur'anit dhe Sunetit. Dhe e treta që dëshmon për aqiden e Imam al-Bukharit të saktë është qëndrimi i tij në çështjen e fitness që ka ndodhur kur kanë thonë bidaxhi se Kur'ani është i krijuar. Edhe bile fitnën e al-lafdhiyya. Ata që kanë thonë se lafdhi bil Kur'an makhluq. Në këtë fitnë Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka pas një qëndrim shumë të qartë dhe shumë të fortë, bile më të fortë se shumë të tjerë. Për këtë arsye ka thonë Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-Bukhari ishte më i ditur në këtë çështje dhe më afër së vërtetës se sa të gjithë ata që e kundërshtuan. Fjala e tij ishte më e qartë dhe më e fortë se fjala e Abu Abdillah. Do me thonë fjala e Imam Ahmedit rahimahullahu ta'ala. Pastaj nuk është për të çuditur kur lexojmë dhe mësojmë biografinë e këtij dietari të madh, të shohim lavdrimet e dietarëve që e kanë lavdruar këtë kolos të dijes me lavdrime të jashtëzakonshme. Siç ka thonë mësuesi i tij, Qutejba ibn Sa'id, jam ulur me fuqaha, me asket dhe adhurues të shumë, por që kur kam kuptuar dhe njohur njerëzit, nuk kam par askënd si Muhammed ibn Ismail. Ai në kohën e tij ishte si Omeri mesin e sahabëve. Imam Ahmed ibn Hanbal ka thonë, Khurasani nuk kanë nxjerr njeri si Muhammed ibn Ismail. Dhe kur Imam al-Bukhari e lavdëroi mësuesin e vet, Ali ibn al-Medini rahimahullah, dhe ai i dëgjoi ata fjalë që ka thonë nuk e kam nënçmuar. Ka thonë kur i ka dëgjuar fjalët e Imam Bukharit që ka thonë për mësuesin e vet, Ali ibn Medini, që ka thonë nuk e kam nënçmuar veten para askujt përveç se para Ali ibn Medinit. Atëherë ka thonë mësuesi vet, Ali ibn Medini, lere atë që thot, sepse ai nuk ka par askënd si vetja e tij. Dhe nxënësi i tij, Imam Tirmidhiu rahimahullahu ta'ala,
ka thonë për Imam el-Bukhari, nuk kam parë në Irak e as në Khurasan dikë më të ditur në çështjen e ilal, domethënë defektet e fshehura të haditheve, historisë së transmetuesve dhe njohjes së isnadeve se sa Muhammed ibn Ismail. Dhe Ibn Khuzejme ka thonë, nën kupën e qiellit nuk kam parë njeri më të ditur për hadithin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe as më ruajtës të tij se sa Muhammed ibn Ismail al-Bukhari. Dhe Abu Abdillah al-Hakim ka thonë, Muhammed ibn Ismail al-Bukhari është imami i ahli al-hadithit. Dërsa Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ka thonë në Taqrib at-Tahdhib, Abu Abdillah al-Bukhari ishte mal në memorizim, imam i dynjas dhe i besueshëm në hadith. Dhe gjithashtu ka thonë Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala në librin e tij që njihet si Hadi Sari, që është parathonja e Fathul Bari, që ka shpjeguar në të Sahih Bukhari, dhe siç kanë thonë disa prej shujukëve tonë, që e saktë është Huda Sari dhe jo Hadi Sari. Si të shoft në këtë libër ka folur për biografinë e Imam el-Bukhari dhe ka përmendur lavdërimin e dietarëve për të, pastaj ka thonë, sikur ta hapja derën e përmendjes së lavdërimeve të imamëve për të, nga ata që erdhën pas kohës së tij, do të mbaronte letra dhe do të shtëronin frymet, sepse ai është një det pa brek. Sa i përket të forcës të kujtesës që ka pas Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala, transmetohet se ka thonë, unë i di përmenç 100.000 hadithe të sakta dhe 200.000 hadithe jo të sakta. Dhe ka thonë Muhammed ibn al-Azhar as-Sijistani, isha në mejlisin e Suleiman ibn Harb dhe el-Bukhari ishte me ne. Ai dëgjonte por nuk shkruante. Dikush tha, pse nuk shkruan? Atëherë dikush ju përgjigj, ai do të kthehet në Bukhara dhe do t'i shkruajnë nga kujtesa e tij. Do të thonë kështu e ka pas kujtesën të fortë. Edhe nëse udhton Bukhara mas udhëtimit të kërkimit diturisë, do t'i shkruan hadithet njëjtë ashtu siç i ka dëgjuar. Dhe një tregim që është tregimi më i habitshëm që vërteton forcën e kujtesës që ka pas Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala, është ajo që është përmend në Tarikh Baghdad edhe në Wafayat al-A'yan, edhe gjithashtu në libra tjera. Aty është thonë, siç ka thonë Abu Ahmed ibn Adi, kam dëgjuar disa shujukh duke treguar se kur Muhammed ibn Ismail al-Bukhari erdhi në Baghdad, dietarët e hadithit dëgjuan për të dhe u mblodhën për të provuar kujtesën e tij. Ata morën 100 hadithe dhe i përzihen zinxhiret e transmetimit me tekstet e haditheve. Ja vendosën tekstin e këtij hadithi isnadit të një tjetri dhe isnadin e këtij hadithi tekstit të një tjetri. Pastaj janë dhanë këto 10 personave, së cilit nga 10 hadithe, dhe i urdhruan që në mejlis t'ja lexonin Bukhariut. Kur u mbush mejlisi me dietarët e hadithit, si nga Khurasan, edhe nga Baghdad, njeri nga ata 10 persona filloi ta pyeste për hadithet. Për çdo hadith, Bukhari thoshte nuk e njoh. Kur vazhdoi derisa ai i përfundoi 10 hadithe. Njerëzit e zgjuar që ishin të pranishëm filluan të shikonin njëri tjetrin dhe të thoshin, ky njeri e ka kuptuar çështjen.
Ndërsa ata që nuk kishin kuptim të thellë, menduan se Buhariu kishte dobësi dhe mangësi në dije. Pastaj u ngrit i dyti, i treti e kështu me radhë derisa të gjithë përfunduan hadithet e para përgatitura. Dërsa Buhariu vazhdonte të përgjigjej, nuk e njoh, dhe kur Buhariu e kuptoi se kishin përfunduar, ju kthej të parit dhe tha: hadithin e parë e the kështu, ndërsa e sakta është kështu. Hadithin e dytë e the kështu, ndërsa e sakta është kështu. Dhe kështu vazhdoi derisa i përmendi të 10-at, duke kthyer çdo metën, çdo tekst tek isnadi, tek zinxhiri i saktë, dhe çdo isnad tek hadithi i saktë. Pastaj bëri të njëjtën gjë edhe me të tjerë, derisa ju ktheu të gjitha hadithet në formën e tyre të saktë. Atëherë njerëzit ja pranuan forcën e kujtesës dhe e pan domethënë se ai është udhëheci, imami i dietarëve në hadith. Dhe kur e ka përmendur Hafidh ibn Hajar këtë tregim, ka thonë se këtu njeriu i nënshtrohet madhëstisë së Buhariut. Dhe ka thonë nuk është çudi që ai e ktheu gabimin në të saktën, sepse ishte hafidh, por e çuditshme e vërtet është se ai e mbajti mend gabimin sipas rënditjes që ata e lexuan. Vetëm një herë e ka dëgju dhe ka marrë mend gabimin dhe va ka kthy, edhe si e kanë thonë gabimisht, edhe si është e sakta. Buhariu rahimahullah ka udhëtu shumë dhe është taku me dietarët të kohës së tij. Dhe prej shujukëve të tij ka qenë Ebu Nuaim, Al-Fadl ibn Dukain, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Medini, Ishaq ibn Rahaway, edhe gjithashtu imami i Ahlus Sunnetit Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dërsa zënësat e tij gjithashtu kanë qenë të shumë, saqë nuk mund të numërohen në numër. Dhe prej tyre që kanë mësuar tek ai ka qenë Imam Muslim ibn al-Hajjaj, Imam Tirmidhiu, Ahmed ibn Salama, An-Nasaiu, edhe gjithashtu Abu Bakr ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala, edhe shumë prej dietarëve të hadithit. Imam al-Bukhari ka shkruar shumë libra, dhe libri më i njohur është Sahihu e tij, Al-Jami' as-Sahih. Edhe gjithashtu Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh al-Kabir, dhe këtë ka shkruar kur ka qenë 18 vjeçar, At-Tarikh al-Awsat, Khalq Af'al al-Ibad, Raf' al-Yadayn fi as-Salah, edhe Al-Qira'atu khalf al-Imam. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka ndru jetë në Khartenk, që është një fshat prej fshatrave të Samarkand. Natën e të shtunës, mas namazit të yatsis, dhe ajo ka qenë nata e Fitr Bajramit. Dhe është varrosur Imam Bukhari rahimahullah mas namazit të drekës në vitin 256 mas hijretit. Dhe mosha e tij në momentin e vdekjes ka qenë 62 vite, përveç 13 ditëve. Do të thonë 13 ditë pa bo 62 vite rahimahullahu ta'ala. Ka thonë El-Hafidh Ibn Kathiri në librin e tij El-Bidaya wa Nihaya, ai la pas vetës një dije të dobishme për të gjithë musliman. Dija e tij nuk u ndërpre, por vazhdon përmes të mirave dhe veprave të dobishme që la pas gjatë jetës së tij. Kështu lutim Allahun Azza wa Jall që ta mëshiron këtë dietar dhe kolos të dijes
që ka shërby umetin e muslimanëve dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj të flasim për librin e tij, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Koleksioni i përmbledhur me zinxhir të plot transmetimi i haditheve autentike mbi çështjet, sunetet dhe jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është emri që përputhet edhe me dorëshkrimet origjinale. Emri i plot i Sahih al-Bukharit. Dhe ka thonë Imam al-Bukhari rahimahullah, e kam përpiluar librin tim e Sahih për 16 vite. E kam nxjerr nga 600.000 hadithe dhe e kam bërë argument mes meje dhe Allahut të madhëruar. Shkaku që e ka shkruajtur Imam al-Bukhari rahimahullah Sahihun e tij. Janë përmendur 3 arsye. E para, se Imam al-Bukhari rahimahullah shikoi në kohën e tij që librat e hadithit kanë mbledhur hadithe të sakta edhe hadithe jo të sakta. Për këtë arsye ka dëshiruar që me mbledh dhe me veçu hadithet e sakta. Dhe këtë e ka vepruar me këtë libër. Gjithashtu është përmend prej arsyeve, që është arsye e dytë, fjala e mësuesit të tij, Imam Ishaq ibn Rahawayh, i cili ka thonë, sikur të mblidhnit një libër të përmbledhur me hadithet autentike të sunetit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Buhariu tha, kjo më ra në zemër, prandaj fillova ta përmbledh El-Jami' Es-Sahih. Dhe arsyeja e tretë është që ka pa një ëndër me profetin sallallahu alaihi wasallam, ku ai me një gjë që kishte në dorën e vet e mbronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur i ka pyetur komentatorët e ëndrave, ja kanë komentuar dhe interpretuar se ai do t'i largon gënjeshtrat nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte prej shkaqeve që e shtyn Imam al-Bukhari ta shkruan librin e tij El-Jami' Es-Sahih. Dërsa numri atyre që kanë transmetuar Es-Sahih nga Imam al-Bukhari arrin në 90.000. 90.000 ose më shumë. Por rivajeti më i njohur është transmetimi i Firabrit, që ka vdekur në vitin 320 mas hijreti. Dhe prej tij pastaj e kanë marrë shumë prej transmetuesve dhe e kanë transmetuar Sahih al-Bukhari. Numri haditheve në Sahih al-Bukhari, numri i haditheve me përsëritjet është 7.397 hadithe. 7.397 hadithe. Pastaj gjinde në të el-Muallaqat, edhe gjithashtu gjindën në të hadithe që janë marfu'a ose mausule ose muallaqa, pa përsëritje ose me përsëritje, po numri që na intereson neve tash janë ata që i ka transmetuar me zinxhirin e tij në Sahihun e tij. Dhe ky është numri që Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala e ka përmendur masi e ka analizuar Sahih al-Bukhari. Cila është pozita e Sahih al-Bukhari? Sahih al-Bukhari
konsiderohet që është libri më autentik mas librit të Allahut, Kur'ani. Dhe për këtë arsye ka thonë Imam Dhahabiu rahimahullah, ai është libri më madhështor i Islamit dhe më i miri pas librit të Allahut të madhëruar. Dhe Sahih al-Bukhari ka përparësi ndaj Sahih Muslim, ashtu siç kanë thonë dietarët. Dhe kam përmend disa arsye. Prej tyre është që Imam Daraqutni, kur i ka kritiku disa hadithe prej Bukhari dhe Muslim, dhe ata janë 210 hadithe, Bukhari ka më pak se 80 hadithe që i ka kritikuar, me të cilët veçohen ndaj Muslimit. Dërsa Muslimi është kritiku më shumë se Imam al-Bukhari. Dhe kjo tregon domethënë se hadithet e Bukhariut janë më të sakta se hadithet e Muslimit. Edhe ka thonë Al-Hafidh Ibn Salah rahimahullah, pastaj libri i al-Bukhariut është më autentik nga dy libra dhe më i dobishëm prej tyre. Edhe Imam Ad-Daraqutni ka thonë, sikur të mos ishte al-Bukhari, Muslimi as nuk do të dilte, as nuk do të vinte. Do të thonë nuk do nifështe Muslimi sikur mos ishte Bukhariu, për arsye se ajo është nxënësi i tij dhe prej tij është njohur. Nëse shikojmë vlerën e madhe që ka Sahih al-Bukhari, nuk është për të çuditur se dietarët i kanë dhënë një rëndësi të madhe këtij libri dhe kanë shkruajt rreth tij shkrime që ndoshta nuk o shkruajtur për ndonjë libër mas Kur'anit. Siç kanë përmend disa, se ka arrit numri i librave më shumë se 500 libra që janë shkruajtur rreth Sahih al-Bukhari. Për tyre janë shpjegime sikur A'lam al-Hadith të Imam al-Khattabit, ose shpjegimi i Ibn al-Battal. Ibn al-Battal edhe Fathul Bari që ka shkruar Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, edhe gjithashtu Fathul Bari që ka shkruar Al-Hafidh Ibn Hajar. Për të cilin ka thonë Sheikhu jon, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhallahu ta'ala, ka thonë ky është shpjegimi më i njohur dhe më madhështor i Sahih al-Bukharit. Pa asnjë dyshim, shpjegimet e dietarëve në krye të atyre që u dalluan në këtë fushë ishte Hafidh Imam Ahmed Ibn Hajar. Çu thot Sheikh Al-Abbad. Ka thonë në krye të atyre që u dalluan në këtë fushë ishte Hafidh Imam Ahmed Ibn Hajar Al-Asqalani, i cili vdiq në vitin 852 mas hijretit. Ai në librin e tij madhështor Fathul Bari, se bashku me hyrjen e tij përmblodhi gjëra mahnitës dhe të rralla, ashtu si autori Sahihut, Allahu më shiroft, u dallua në zgjedhjen dhe përmbledhjen e haditheve në mënyrën më të përsosur, po ashtu edhe Hafidh Ibn Hajar u dallua në shërbimin dhe kujdesin ndaj këtij libri në mënyrën më të plotë. Dhe vlera e Fathul Bari ndaj shpjegimeve të tjera është sikur vlera e vetë Sahih al-Bukharit ndaj librave të tjera të hadithit. Allahu i mëshiroft të gjithë me mëshirën e tij të gjerë dhe i shpërbleft me shpërblimin më të mirë. Mbaroi fjala e Sheikh Al-Abbad. Pastaj gjithashtu Al-Mukhtasarat që e kanë shkurtuar librin e Imam al-Bukharit rahimahullahu ta'ala, sikur Tajrid as-Sahih të Zabidit, edhe Mukhtasar Sahih al-Imam al-Bukharit të djetarit të madh të kësaj kohe,
dhe muhadithit të kësaj kohe, al-Imam al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allahu më shiroft. Gjithashtu al-Mustakhrajat, sikur që ka vepru Ebu Nuaim al-Asbahani, edhe Ebu Hafs Umar ibn Muhammad, si dhe për Rijal al-Bukhari, që kanë shkruar libra për transmetuesit prej të cilëve ka transmetuar Imam al-Bukhari. Sikur është libri Al-Hidayatu wal-Irshad fi ma'rifati ahli thiqati was-sadad të Kalabadhi. Edhe at-ta'dil wat-tajrih liman kharraja anhu al-Bukhari fi al-Jami' as-Sahih të Al-Baji. Edhe gjithashtu al-Muallaqatet që Bukhariu i ka transmetuar pa zinxhir, i ka plotësuar zinxhirin e tyre Al-Hafidh ibn Hajar në librin e tij Taghliq at-Ta'liq. Pastaj metoda që ka ndjekur Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala në shkruajtjen e titujve, do më thonë në shkruajtjen e kaptinave mrenda në Sahihun e tij. Pa dyshim se Sahihul Bukhari dallohet në shkrimin e kaptinave mrenda në librin e tij. Për këtë arsye kanë thonë dietarët, fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Do thonë fiqhu, kuptimi i Imam al-Bukharit është te kaptinat e tij. Dhe këta kaptina, siç i ka nda al-Hafidh ibn Hajar, ndahen në tarajim al-Zahira, që janë të qarta, dhe tarajim al-Khafiyya, që janë të fshehta. Ata të qartat janë që dallohen se e ka përmend këtë kaptin para se me përmend këtë hadith. Dhe ata khafije të fshehura kërkon me pas fiqh dhe me qenë dietar, me kuptu se prej cilit pjesë dhe prej cilës fjalë dhe prej çfarë arsye Imam al-Bukhari e ka nxjerr këtë dobi prej këtij hadithi dhe e ka emërtuar kaptinën e tij sipas këtij titulli. Pastaj kushti i Imam al-Bukharit rahimahullah është jo që hadithi të jetë sahih, po kushti i tij është që hadithi të jetë as-sah as-sahih. Do të thonë me pas vlerën dhe gradën më të lartë të autenticitetit. Për këtë arsye ai ka mbledhur në Sahihun e tij vetëm ata hadithe që janë më të sakta. Dhe për këtë arsye ka thonë, nuk kam futur në librin tim El Jami' përveç se atë që është autentik, dërsa kam lënë shumë hadithe jo autentike që libri të mos zhatet. Imam al-Bukhari rahimahullah, siç dihet, e përsërit hadithin donjëherë. Dhe nuk e përsërit vetëm se me ndonjë dobi. Do të kur e përsërit një hadith, ose do zjeri një zinxhir të re, ose ndonjë fjalë të re. Do të nuk e përsërit hadithin të njëjtë me të njëjtin fjalë dhe me të njëjtin zinxhir, vetëm se shumë pak. Do me thonë, shumë pak në Sahihun e tij përsëritet njëjti hadith me të njëjtin zinxhir. Pastaj al-muallaqatet tek Sahih al-Bukhari janë ata hadithe ose transmetime që Bukhariu rahimahullah i transmeton pa zinxhir. Do me thonë, mund thot ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e përmend zinxhirin, ose ka thonë filani prej sahabëve dhe nuk e përmend zinxhirin. Dhe këta ndajnë në dy kategori, marfu'a ose mawqufa. Marfu'a do me thonë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata ndahen në sighatul jazm, ku thot me bindje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ndahen në sighatut tamrid, që thot qil, është thonë, thuhet, është transmetuar, do me thonë nuk thot në
mënyrë të sigurt. Ajo që e thot në mënyrë të sigurt, ajo konsiderohet se është e saktë tek Imam el-Bukhari. Dërsa ajo që thohet, është thonë, është përmend, është transmetuar, jo në mënyrë të sigurt, atëherë mund të jetë autentik, po mund edhe të jetë e dobët. Dërsa el-muallaqat që janë mauqufe, do me thonë që janë nga sahabët, atëherë Imam el-Bukhari rahimahullahu ta'ala aty e përdor formën e prerë për ata që janë autentike tek ai. Edhe nëse nuk e plotson kushtin e tij të sahihut të tij, por mjafton që të jetë e saktë tek ai. Dërsa nuk e përdor formën e prerë për ata që kanë dobësi në isnad. Përveç se në raste kur ajo dobësi mbështetet dhe forcohet nga një rrugë transmetimi që e përforcon. Kjo është që të ka të bëjë me librin Sahih al-Bukhari. Pastaj të flasim për isnadin. El-isnad. El-isnad është zinxhiri i transmetimit. Dhe për kufizimi, siç kanë thënë dietarët, është isnadi është rruga që të çon deri tek teksti i hadithit. Ose kanë thonë vargu i burrave transmetues që të çon deri tek metni, domthon teksti i hadithit. Dhe el isnad, rruga transmetimi, zinxhiri, ka një vlerë dhe pozitë të lartë në fen tonë. Thot el Khatib el Baghdadi në Sharaf Ashab el Hadith, përgëzimin e profetit sallallahu alaihi wasallam për shokët e tij, se pas tyre do të vinë kërkuesit e hadithit dhe se zinxhiri i isnadit do të mbetet i lidhur mes tyre dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtu do me thonë El Khatib El Baghdadi përmend në librin e tij Sharaf Ashab el Hadith, vlera që kanë dietarët e hadithit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar shokët e vet se nxënësët e hadithit mas vdekjes së tij kanë me ardh me mësu prej shokëve të tij dhe se do jetë zinxhiri i lidhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri tek ata që dëgjojnë hadithin prej shokëve të tij dhe prej atyre që dëgjojnë prej shokëve të shokëve të tij. Ashtu ka thonë sallallahu alaihi wasallam, tesma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimmen yasma'u minkum. Ka thonë, ju do të dëgjoni, do të dëgjohet prej jush dhe do të dëgjohet prej atyre që dëgjojnë prej jush. Dhe në këtë hadith ka argument të qartë për vlerën dhe pozitën që ka isnadi, që ka rruga e transmetimit. Dhe kjo çështje, vëllezër të nderuar, el isnad, është prej çështjeve që Allahu Azza wa Jall e ka veçuar këtë umet. Ashtu siç është thonë, Allahu e veçoi këtë umet me 3 gjëra. Dhe nuk ja ka dhënë askujt para tyre. Do asnjë umet nuk i ka pas këta para umetit të muslimanëve. Isnad, ansab edhe i'rab. Isnad që është rruga e transmetimit. El ansab që është prejardhja dhe el i'rab që është gramatika e gjuhës arabe. Ka thonë el Alai, isnadi është një veçori prej veçorive të këtij umeti. Dhe ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah në librin e tij Minhaj as-Sunan Nabawiyya,
isnadi është prej veçorive të këtij umeti dhe ai është prej veçorive të Islamit. Pastaj brenda Islamit ai është prej veçorive të ehlu sunnah, prej veçorive të ehli sunnetit. Dhe ajo prej fjalëve të tabiinëve që e vërteton këtë çështje, vlerën që ka pas isnad, dhe se kjo ka qenë rruga e selefit, është fjala e njohur të cilën e transmeton Imam Muslimi rahimahullah në parathënien e sahihut të tij nga Muhammed ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, që ka thonë: "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum, fayunzar ila ahli as-sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzar ila ahli al-bid'ah fala yu'khadh hadithuhum." Ka thonë rahimahullahu ta'ala, njerëzit më parë nuk pyesnin për isnad, por kur ndodhi fitnja, thanë: "Na tregoni transmetuesit të juaj, na tregoni burrat e juaj." Atëherë shikohej tek ehlus sunna dhe merrej hadithi tyre, dërsa shikohej tek ehlul bid'ah dhe hadithi tyre nuk merrej. Domethënë nuk e mirëshin hadithin e njerëzve të bidatit, po e mirëshin vetëm hadithin e njerëzve të sunnetit. Dhe për qëllim ka pas Imam Muhammed ibn Sirin vrasjen e Uthman radiallahu ta'ala anhu. Dhe jo si që kanë thonë disa prej orientalistëve, sikur është Josef Schach, orientalisti gjerman, që ka thonë këtu ka pas për qëllim fitnën e vrasjes se El Walid ibn Yazid, që ka vdekur në 126 mas hijretit, dërsa Imam Muhammed ibn Sirin ka vdekur 110 mas hijretit. Atëherë si ka mundësi Muhammed ibn Sirin me fol për një fitne që ka ndodhur mas vdekjes së tij? Pa dyshim se kjo është prej dyshimeve të orientalistëve me të cilët janë mundu me i largu muslimanët prej besimit të tyre për saktësinë e haditheve. Dhe pa dyshim se për qëllim u kon vrasja e Uthman radiallahu ta'ala anhu, që tregon se kërkimi për isnadin ka filluar shumë herët. Bile ky djetari Muhammed ibn Sirin, Allahu e mëshiroft, është konsideruar që ka qenë prej parëve që i ka kritiku transmetuesit dhe ka kërku për ata që janë të besueshëm dhe ata që nuk janë të besueshëm. Dhe është transmetu në mënyrë të saktë prej tij fjala e tij e njohur që gjithashtu Imam Muslimi ka përmendur në sahihun e tij: "Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Me të vërtetë, kjo dituri është fe, kështu shikoni prej kujt e merrni fen e juve. Dhe kjo transmetohet gjithashtu prej Zeid ibn Aslam, që ka thonë kjo di është fe, prandaj shikoni prej kujt e merrni fen e juve. Edhe ka transmetuar Ibn Hibban këtë fjalë nga El Hasan, nga Ibn Sirin, do të thonë Enes ibn Sirin, që është vllai Muhammed ibn Sirin, nga Al-Dhahhak ibn Muzahim, edhe nga An-Nakhai, që ka qenë një fjalë e njohur në mesin e selefit. Dhe është transmetuar prej tyre dhe një rregull sipas të cilës ata kanë ecur. Dhe kjo jep të kuptoj se selefët janë marrë prej herët me kritikimin e transmetuesve dhe dallimin e transmetuesve se kush janë të besueshëm dhe se kush nuk janë të besueshëm. Dhe kjo ka qenë një rregull në mesin e tyre. Ali ibn Medini ka thonë, i pari që filloi të shqyrtonte hadithin dhe të kontrollonte isnadin, aq sa dim ne, ka qenë Muhammed ibn Sirin. Pastaj Ejubi dhe Ibn Auni,
pastaj Shu'be, pastaj Yahya ibn Sa'id dhe Abdurrahman. Do të thonë Yahya ibn Sa'id al-Qattan dhe Abdurrahman ibn Mahdi. Që nuk do të thotë se në kohën e sahabëve dhe para tabinëve nuk e kanë praktikuar. Përkundrazi, el-jarh wa ta'dil ka ekzistuar gjithashtu në kohën e sahabëve. Dhe disa prej sahabëve kanë folur për transmetuesit, sikur Ibn Abbas, Ubada ibn Samit, Anas ibn Malik dhe të tjerë. Mirë po kjo ka qenë pak, për arsye se dobësia në transmetim ka qenë e rrallë. Dhe transmetuesit, shumica e tyre kanë qenë të besueshëm. Por kur u shtu në kohën e tabinëve, gënjeshtra dhe transmetuesit të dobët, atëherë edhe u shtua fjala në el-jarh wa ta'dil. Dhe Abdullah ibn Mubarak ka thonë, el-isnadu min ad-din. Isnadi është prej fesë. Po të mos ishte isnadi, kush të donte, do të thoshte çfarë të donte. Domthon, isnadi na ka mbrojtur fen, që mos futet në fe mrenda ajo që nuk është prej fesë të Allahut Azza wa Jall. Dhe të mos ishte isnadi, atëherë secili do kishte folur atë që ai dëshiron. Dhe ka thonë Sufjan e Thauri rahimahullah, isnadi është arma besimtarit. Nëse nuk ka armë, me çfarë do të luftoj? Imam Ahmedi ka thonë, kam dëgjuar Yahya ibn Sa'id duke thonë, isnadi është prej fesë. Dhe Ibn Mubarak gjithashtu ka thonë, Allahu i ruajti isnadet për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është transmetuar se kur kanë dëgjuar për një njeri të akuzuar në hadith, atëherë Ibn Mubarak ka thonë, ma e dashur për mua është të dal e të pres rrugën, do të thonë me dal rrugë dhe me i vjedhur njerëzit gjatë udhëtimit të tyre, ma e dashur kjo ka qenë për Abdullah ibn Mubarak se sa të transmetoj prej tij. Do të thonë me transmetu prej një njeri që është i akuzuar në hadith. Do të thonë kanë qenë të kujdesur dhe kanë konsideruar diçka shumë të madhe me transmetu hadithe nga njerëzit që nuk janë të besueshëm. Përveç atëherë kur e kanë sqaruar gjendjen e tyre. Dhe gjithashtu në librin Sharaf Ashab al-Hadith të Khatib al-Baghdadit transmeton se Abu Hatim al-Razi ka thonë, nuk ka pasur në asnjë umet prej kohës kur Allahu krijoi Ademin a.s. njerëz besnik që ruanin gjurmët e të dërguarve përveç se në këtë umet. Në këtë umet, siç është ruajtur hadithi, nuk ka ndodhur ndonjëherë më para në umete tjera. Kështu ka ndodhur që transmetimi të jetë prej të besueshmit nga i besueshmi tjetër deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe secili prej tyre përmend emrin atij prej të cilit transmeton dhe njoh atë punjen e tij dhe ka njohuri për të dhe din prej ardhin e tij dhe e din gjithashtu gjendjen dhe personalitetin e tij dhe drejtsinë e tij, kohën dhe vendin e tij. Dhe kjo është, siç ka thonë Ibn Hazmi rahimahullah, një lloj transmetimi me të cilin Allahu i madhëruar i veçoi musliman mbi të gjithë miletet tjera. Do të thonë gjithë miletet tjera. Don krishterë, don jahudi, të gjitha fe tjera nuk kanë rrugë transmetimi të saktë deri tek i dërguari i tyre. Përveç ky umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhammed ibn Hatim al-Muzaffar ka thonë, Allahu e nderoj këtë umet, e lartësoj dhe e veçoj me isnadin, as një popull, as prej të hershmeve, as prej të vonshmeve, nuk ka isnad. Ata kanë vetëm
flet në duart e tyre, në të cilat i kanë përzierë lajmet e tyre. Nuk kanë dallim mes asaj që ka zbritur nga Torati dhe Injili, me të cilin erdhën profetët e tyre, dhe mes asaj që ata vetë ja shtuan librave të tyre prej lajmeve që i morën nga njerëzit jo të besueshëm. Pastaj do flasim për el-ulu. El-ulu do të thotë që rruga e transmetimit të jetë afër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Rruga e transmetimit të jetë afër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe për qëllim këtu është, siç ka thonë El-Khatib El-Baghdadi në librin e tij El-Jami', kapitulli mbi udhëtimin për hadith drejt vendeve të largta, për t'i takuar domethënë dietarët e hadithit dhe për të marrë isnade të larta. Domethënë kjo ka qenë një prej qëllimeve të udhëtimeve të dietarëve. Kanë udhëtuar që t'i takojnë dietarët e hadithit dhe të arrijnë isnadin afër të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë qëllimi i udhëtimit për hadith është dy gjëra: arritja e isnadit të lartë dhe dëgjimi të hershëm, dhe dyta takimi me hufadhët, diskutimi me ta dhe përfitimi prej tyre. Dhe kur e kanë pyetur imamin e Ahlus Sunnetit, Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, për një njeri që kërkon isnadin e lartë, atëherë ka thonë, kërkimi i isnadit të lartë është sunnet nga selefët. Kërkimi i isnadit të lartë është sunnet nga selefët, sepse shokët e Abdullahut, domethënë Abdullah ibn Mesudit, udhtonin nga Kufa për në Medine që të mësonin nga Omeri dhe të dëgjonin prej tij. Do të e ki hadithin në Kufa, e dëgjon prej Abdullah ibn Mesudit, por ata nuk janë maftu me kaq. Kanë udhtu deri te Omeri që ta dëgjon prej Omerit. E kanë kërku sinxhirin e afërt, të jetë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ka thonë Imam Ahmedi, kërkimi i isnadit të lartë është prej sunetit. Dhe sa ma i vogël që të jetë numri transmetuesve, aq ma pak është e mundur që të futet gabim në transmetim. Që nuk do të thotë se nëse zinxhiri është i gjatë, nuk është i saktë. Përkundrazi, mund të jetë më i saktë se ai zinxhir që është i shkurt. Po, më së shumti është mundësia që zinxhiri i shkurt të jetë më i saktë sesa zinxhiri i gjatë. Edhe pse siç ka thonë Ibn Mubarak, cilësia e hadithit nuk qëndron në afërsinë e isnadit, por në besueshmërinë e transmetuesve. Do me thonë, është për qëllim që transmetuesit të jenë të saktë dhe të besueshëm. Dhe kjo ka më shumë vlerë dhe përparësi se zinxhiri të jetë i afërt. Po kur zinxhiri është i afërt edhe i saktë, pa dyshim se kjo ka një veçori të veçantë, edhe një vlerë më të lartë. Dhe për këtë arsye, ka thonë Yahya ibn Ma'in, kur ka qenë në shtratin e vdekjes, në smundjes për të cilën ka vdekur, kur e kanë pyetur çfarë dëshiron, ka thonë bejtun khalin wa isnadun alin. Një shtëpi të zbrast dhe një isnad të lartë. Një shtëpi të zbrast dhe një isnad të lartë. Do thonë kjo ka qenë ajo që ata kanë kërku dhe e kanë dashur shumë. Sa që ka thonë Tufi rahimahullah, Muhammed ibn Aslam Tufi, ka thonë afërsia e isnadit është
afërsi ose afrim tek Allahu Azza wa Jall. Afërsia e isnadit është afërsi ose afrim tek Allahu Azza wa Jall. E shpjegon El-Hafidh ibn Salah këtë fjalë duke thonë, sepse afërsia e isnadit me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam është afërsi me të, dhe afërsia me të është afërsi tek Allahu Azza wa Jall. Dhe për këtë arsye edhe sahabët janë mundu dhe kanë marrë udhtim që të shkojnë ta dëgjojnë hadithin prej sahabëve që e kanë dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka udhtu Jabir ibn Abdullah prej Medinës deri në Egjipt për një hadith të vetëm. Edhe të tjerë prej sahabëve gjithashtu kanë vepruar të njëjtën gjë. Pastaj da mbyllim këtë ders për sonte inshallah taala me fjalët e djetarit El-Hakim rahimahullahu taala në librin Ma'rifat Ulum al-Hadith, ku ka transmetuar një hadith të njohur për njëri të beduinëve që e ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam për islamin, për namazin, për zeqatin, për agjerimin dhe për haxhin. Dhe ka thonë, do të thonë, ky beduini ka thonë, pasha atë që të dërgoj me të vërtetën, nuk do të shtojmë mbi këto dhe as nuk do të paksoj prej tyre. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse ka thonë të vërtetën, do të hyjë në xhenet. Prej dobive të këtij hadithit, që gjithashtu transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, thot El-Hakim rahimahullah, ky hadith gjendet në Sahihun e Muslimit dhe në të ka argument për lejimin dhe pëlqyeshmërinë e kërkimit të isnadit të lartë dhe mos mjaftimit vetëm me isnadin e ulët, edhe nëse transmetuesi është i besueshëm. Sepse beduini kur erdhi tek ai i dërguarit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e njoftoi për detyrimet e Allahut, nuk u mjaftua me këtë, por u dhëtoi vetë tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe dëgjoi drejt prej tij atë që ishte transmetuar. Sikur kërkimi i isnadit të lartë të mos ishte i pëlqyer, profeti sallallahu alaihi wasallam do ta kishte qortuar për këtë pyetje dhe do ta urdhëronte të mjaftohej me atë që i kishte transmetuar i dërguari. Do ky beduini ka dëgjuar prej të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, por nuk është mjaftuar me këtë, po ka udhëtuar tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ta dëgjon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt, që tregon për lejimin dhe pëlqimin e isnadun ali, me marr isnadin, me marr transmetimin prej mënyrës së lartë. Dhe Allahu subhanahu wa taala lus që të na bën dobi prej kësaj që kemi dëgjuar dhe të na bën prej atyre ledhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana, ata që dëgjojnë fjalën dhe e pasojnë më të mirën. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'una alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.